Përshëndetje, sot do të flasim rreth implanteve. Do t'ju tregojmë rastet kur i mungon një ose më shumë dhëmb. Në rastet ku kemi një mungesë në dhëmbi, zgjidhja ideale është me implant. Vendosim implantin në hapësirën boshe, nuk prekim dhëmbët fshin dhe zgjidhja është ideale dhe nga ana estetike. Në rastet kur kemi mungesë totale ose shumicës së dhëmbëve, përdorim metodat All-in-6 dhe All-in-4. Preferohet metoda All-in-6 për shkak se janë 12 kurora të vendosur mbi 6 implante. Në rastet kur nuk është e mundur kjo gjë, përdorim metodat All-in-4, 12 kurora mbi 4 implante. Në rastet kur kemi mungesa kockës, sidomos në zonën posteriore larg tek pacienti, kemi nevojë për sinus lift plus shtim kockë. Kocka ka nevojë që të rigjenerohet, që na mundson vendosjen e një ose më shumë implanteve sipas nevojës së pacientit. Na besoni për buzëqeshjen tuaj të re.